Do me thonë, ti mu të loj jam ke thonë, unë nuk ja kam thonë Kristit këtë Ta gjë. shpjegoj unë, s'ka gjë. Okej, edhe në momentin që ti mashtrove, se në ftyrë një ta ti nuk e kam thonë. Është s'ka gjë, po më ligj. Okej, ti mu në ftyrë ta nuk e kam thonë. Në momentin që ti mashtrove në këtë gjë, mi më bënë një keq. E thash, okej, unë jam një realisht keq, du thjesht me bënë një keq. Unë jam e para që kam thonë, në qoftë se ti mu ma bën një të mirë, unë t'i baj 3 të mira, por nëse ti mu ma bën një të keqe, unë ta kthej me të njëjtën monedhë. Kështu që unë thjesht nuk deshta mu hakmerr në asnjë mënyrë, thjesht deshta me të bo me kuptu se si jam ndje unë për atë gjestin që ke bërë ti. Pyetja para, a nive në farë kënaqësie nga gjitha kjo që bën apo si më bëre mu të ndjesh? Ha? A ndjeve ndonjë kënaqësi nga ajo që më bëre mu të ndje mas gjithë situatës? Pyetja parë. E njëjtën pyetje po ta bëj, a ke njëti në kënaqësi në momentin që ti mu më ke bo mu një keq? Normal që jo. Unë ta kam thënë tekstualisht dhe ta përsëris prapë që